Për të dytën herë brenda një viti, Kosova ka zhvilluar zgjedhjet parlamentare pas dështimit të formimit të qeverisë nga partia Vetëvendosje me në krye kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe me të tjera parti. Kosova mban zgjedhjet e jashtëzakonshme. I pyetur a është i hapur për një tjetër koalicion, Kurti tha se ka ofruar koalicionin që në prill dhe maj, prandaj ata janë për zgjedhje të parakoshme sepse u refuzua koalicioni. E besoj e punojmë që legjislatura e 10 të konstituoj sa më shpejt kuvendin e ardhshëm dhe njëkohësisht ta formoj qeverinë e re. Nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, njëkohësisht edhe kandidat për kryeministër, ka thënë se kjo është një ditë e mirë dhe sipas tij vendimarrja i kthehet qytetarit. Uroj që qytetarët e Kosovës në këtë ditë rëndësishme që përcakton fatin e 4 viteve të ardhshme tyre, të zgjedhin për zhvillim, për stabilitet, për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës, e të largohen nga zymësia, bllokada, përçarja që na ka shoqëruar në këto vite. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pasi votoi në shkollën fillore Heronjtë të Dukagjinit në Glogjan, u ka bërë thirrje qytetarët të vendosin për Kosovën në vitet në vijim dhe t'i dalin krah Kosovës. Thirrje qytetarëve të Kosovës, të gjithëve, ta shfrytëzojnë drejtën e votës, të votojnë, të vendosin për Kosovën e për vitet që vijnë. Ky është vendimi i tyre më i madh që më e marrin. T'i dalim krah Kosovës gjithë. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh kandidat për kryeministër Bedri Hamza, i ka ftuar të gjithë qytetarët që të votojnë, siç ka thënë ai sipas bindjeve dhe vullnetit të tyre. Rezultat mirë, uroj që gjithçka të shkojë mirë dhe pres që gjithçka të shkojë mirë. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, pjesëtarët e listës serbe, partisë më të madhe serbe në Kosovë, kanë dalë për të votuar në mënyrë kolektive nga qendra e Mitrovicës së Veriut në krye kryetarin e partisë, Zlatan Elek. Votimi kolektiv është bërë një praktikë e zakonshme sa herë që lista serbe merr pjesë në zgjedhje. Në garë për 10 vendet e rezervuar për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës përveç listës serbe, janë regjistruar edhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nenad Rashiqit dhe Lidhja Kosovare e Goran Marinkovićit.